Mendoni që përveç ndoshta ushqimit edhe obligimeve të faturave mujore, mundesh me bo diçka tjetër me pagat e Kosovës? Edhe me këtë status, sepse tha dhe Donjeta, ndoshta nuk janë rrit thjesht për 10%, 20% ka raste kur çmimet janë hyrë edhe për 50% dhe më shumë. Po tash, nëse ke bler një parë këpusa 100 euro, tash e ki 300 të finë. Nëse i ki një parë qerapa 5 euro, tash e ki 10 euro, 15 euro. Tash po nisëm për vete që a blena për tjerë, a bëdin çdo familje. Edhe nëse e shumë, e tha shumë mirë, nëse e shet ti del, në ora një mesdit, kur është koha që atër e shë shqiptarë këtë me kjera, shë në mërame nejat, e shë në për restorane minimum kjerën e kam për min 20.000 euro. Tash po folëm shumë qështë. Aja ka marrë me kredia, me kist, aja ka kjerën vlet 20.000 euro. A pagun 10 vjet, 15 vjet, aja është shumë subjektiv. Po, prapë qëtare, luksin nuk e len. Edhe kuptot, mirëbajtja e vetë është obligim, edhe pastërtia kuptot, po luksi i tepërt, besoj që minimum një njeri që ka vetur, një vetur për çdo shtëpi, tash thuja që kanë edhe bashkëshortët dytë, tash një shtëpi mi pas vetura 40.000, se s'ka vetur në 20.000 euro s'ki. Tash ku dush dash ti, mos bëj reklam, dash atje, e ki minimum 20.000 euro. Edhe tash nëse blen njëni, o ka me marr, ose njëni qift tash s'mujt, do të me ble tjetër, do të me shtrëngu rrypin, do të me lënë diçka keq shpi, mos me ble në shtëpi diçka po që për me ble kjerën dytë, shok të shpenzimet, minimum regjistrimi 300 euro dytë, 600 euro dytë, plus servisimi e të jo ato, plus ati këtë po bëtë qalë për luks, në po falim për me jetu dhe me mbiu dhe në fund mujtë. Unë s'kam qenë hesër në autobus dhe taj. Se kjo, po tash, dikush me autobus, dikush me vetur, abdin se për shamëll, tash kjo gazetare së vjen me shpis, me autobus, se mund me pas njeri që një hipotetike që është keq që nuk mund me pas do njerë të keq që apo në esenë, të s'po du me para gjikue. Jo, po nuk do me pas komoditet, ose une, për shamëll, se X, Y, për shamëll, do me shku komod, për shamëll i freskët, qotë për me gjes, shkon shpe, regullot, shkon e për një kafe dhe vjen studio, për shamëll, në autobus së në banë, se je ka me të shty si aty, thët edhe e të zinë, për shamëll, e nëzirë njëtën ato, ullë, thët, vjen aty, s'ki që me po, jo pëse më këshyrë, jam shkeli, jetë shkela, e qëtojnë, për shtal është luksi, për të normalës, që këtë lërës është për të normalës. Në regullë dhe për të normalës, po... Edhe me kjerë 5.000 euro shkonë, po unë nuk të më thonë më koni 10.000 për mi. Jo, unë tash me shku me ble në salone, tash po nisa... Qëra pa ti ble 2 euro, nësë më jemë rejtë, s'ka pasarë me të tëra. Unë asë po dum mu thonë që po dum me ble shtrejt, ose... Po tash nëse gjdo salon të kjere shumë blenë, ose gjdo këto që pe japin tash me kësë të për 10 vjetë, 7 vjetë, minimum ki kjerë 20.000 euro, nërë 10.000, 15.000 s'ki kjerë. Tash shumë është e qashtë, edhe shije dhe tash nëse një qift e përdor njëtin kjerë, tjetëri qift ka me metë i ndërum keq, se dëtë jetë angazhime shumë. Po tash, dikush s'ka zgje dhe autobus, dikush të me vetur, për shamëll, një qift punën, për shamëll, do me shku pi Prishtinës Fushësovë. Aji ka me donë me shoshi, me pi kafe, me kolege, aji bashkërë për shamëll i ka ketë atë në qender, thëtë, unë e përshkojnë kom, të me reveturën.